Edhe në qeveri, njëjtë me qenë. Cila është zgjidhja e vetëvendosjes? Zgjidhja e vetëvendosjes edhe si cilë subjekt shqiptar do duhet të ishte që nën kryetarin e kemi të gatshëm. Është Rashiqi. Edhe aty thuhet që duhet jetë serb, dhe në qoftë se duhet jetë serb, atëherë le të jetë Rashiqi, edhe të vazhdoj me themelimin e qeverisë, me formimin e qeverisë. Është proces tepër më i rëndësishëm se sa të ngelemi duke lexu mos po bëjmë në shkelje nëse pe votojmë dikon që s'është në listën serbe. E çfarë thotë rregulloria e punës së Kuvendit të Kosovës, zoti Bajrami? Po sigurisht se tash që është miratuar pikërisht gjatë kësaj legjislature, kur shumicën jo si vendosje bashku me alternativën në zonë keni pasur në Kuvend, dhe është miratuar me 2/3 të deputetëve. Nëse thirremi në rregullore, a ka nevojë me shkuën gjykatë kushtetuese? Po prandaj Gjykata Kushtetuese ka thënë që Kuvendi nuk është i konstituar pas zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb. Po, dhe nënkryetari nga komuniteti serb, jo domosdoshmërisht në vendimin e Gjykatës Kushtetuese duhet të jetë nga lista serbe. Akoma nuk e di arsyetimin cili është. Thot, duhet të propozohet pika 6.1, thot, kandidati për nënkryetar të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb, zoti Bajram. Rregulloren që e keni miratuar gjatë kësaj legjislature, kështu thot. Dhe në këtë rast, në qoftë se do ishte ndjek rregulloria, ne nuk kishim pas nevojë, u banën 2 muaj kushtrim që i presmi vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Hiç s'kena pas nevojë me i prit vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Aty ka qenë sakt teksti që thuhet se deputetët duhet me votu. Nuk e kanë bërë një gjë të tillë, ju kanë drejtuar Gjykatës Kushtetuese. Nëse vendimet e Gjykatës Kushtetuese nuk mbi vendosen në mbi rregulloren, atëherë mund t'ju kthehemi rregullorës. Po për atë ku sa vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të mbi vendosen mbi gjitha ligjet, atëherë ne duhet të i respektojmë ato. Unë shumë shpresoj që ata nuk kanë me pas nevojë me marrë nuk kanë me pas nevojë me dhënë një shpjegim të tillë për punën e nënkryetarit. Për shkak se aty synohet përfaqësimi. Dhe përfaqësimi mund të arrihet edhe përmes Rashiqit. Por, zoti Bajrami, po presni reflektim nga partitë ish opozitare, sikurse që ka ndodhur edhe gjatë bllokadave të kaluara, në fakt gjatë kësaj periudhe, disa mujore të bllokadës në Kuvend, keni pritur vazhdimisht reflektim nga opozita. Edhe tash thoni që duhet të ketë nga opozita reflektim. Po, kushtrim, është shumë e thjeshtë bre, nuk mundesh me pretendu që për shkak një shkeljes hipotetike të kushtetutës, mos me votu një kandidat i cili në mënyrë të lehtëshme është pjesë e Kuvendit, edhe në mënyrë të vazhdueshme nuk e sulmon Republikën e Kosovës, synon integrimin e serbëve në Republikën e Kosovës. Çka kanë nevojë opozita me ushqetësu, a është shkelje kushtetuese zgjedhja e Rashiqit si nënkryetar. Përveç bëhen pjesë sipas tyre e shkeljes. Përveç se nuk e kanë ngolë atë punë. Përveç se në qoftë se ata kanë hallë të tjera. Çfarë hallësh mund të kenë? Të cilat mund të lidhen me përbërjen në kryesitë Kuvendit, në raport me numrat për vendimorë aty. Mund ta kenë bashkëpunim? Po herën e kaluame, kryesia e Kuvendit ka qenë 3-3 në numra. Ne kemi pas kryetarin e Kuvendit edhe nënkryetarin, që kanë qenë 2, dhe një nga komunitetit jo serbe. Këta kanë qenë LDK, PDK, edhe subjekti politik lista serbe. Votimet, merrni këshërni, janë të njëjta. Kur na kanë votuar kundër ata, na ka votuar edhe lista serbe. Por, megjithatë shumicën e keni pasur në Kuvendin e Kosovës. Në Kuvendin, po është një anomalie e çuditshme. Edhe konsensus apo jo? Po, vetëm se është një anomalie e çuditshme. Aty për shembull ti, edhe pse ke qenë 51% e totalit të deputetëve, në kryesinë e Kuvendit, pavarësisht që kemi pas edhe minoritetet jo serbe si partner të koalicionit, prapë kemi qenë 3-3 në kryesitë të Kuvendit. Zia thoni mund të bëhet vetëm me Nenad Rashiqin nënkryetar të Kuvendit. Unë nuk po shoh zgjidhje tjetër, se ose le ta votojnë ata në ndonjë rond një përfaqësues të listës serbe, në ta zgjedhin ata cili është më i dinjitetshëm, më i moralshëm. A është edhe kjo i ndershëm? Një grast që po synonin ta vëni?
Jo, për se zbonë Partitë deri djeshme opozitare. Ata janë njerëz të rritur, morin vendime në mënyrë të vetëdijshme, le ta zgjedhin cili përfaqësues i listës sërbe mund të jetë përfaqësues i denjët. Ta quajmë ashtu, edhe ne pas votimit të parë mund ta analizojmë CV-n e tij, nëse ka të tillë. Thirrjet ndërkombëtare janë të vazhdueshme për zbatimin e aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe unë mendoj që Bajrami po nga ana tjetër ju keni pasur sulme të vazhdueshme ndaj kësaj gjykate, ndaj gjyqtarëve me emra, mbiemra të kësaj gjykate. Do zbatohet apo jo? Për ne është i zbatueshëm për shkak se ne kemi opcionin për ta votuar një nga komuniteti serb. Çka nëse Shiqo, në arsye tim dele kundërta? ushtrim.